صحيح البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Në kapitulli ndoshta ai që nuk është i pranishëm në mezhlis e kupton më mirë se sa i pranishmi. Kështu titullon Buhariu, Allahu e pasmëshiruar, në kapitullin e radhës, duke folur për kapitullin e ilmit të dijes. Dhe në hadithin 61, e cek hadithin e Abi Bekrete أن النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه. أبو بكرة رضي الله عنه tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam njëherë teksa pasqyrante mbi devën e tij, të cilën një njeri e mbante atë për litare apo për frene. Qal, eju yawmin hadha? Pyeti shokët e vet, çfarë dite është sot? Fasakatna hatta dhanna annahu samihi siwa ismihi. Ne heshtëm, thotë Abu Bekrete, nga që menduam se do ta emërtonte me ndonjë emër tjetër. Qal, elese yawm an-nahr? Tha, a nuk është dita e bajramit të kurbanit? Qulna bela. Tham, po, ashtu është. Qal, fa ayu shahrin hadha? Pastaj tha, po ky muaj cili është? Në cilin muaj i jemi? Fasakatna hatta dhanna annahu sayusamihi bighayri ismihi. Ne heshtëm dhe menduam se ndoshta do të emërtoj me ndonjë emër tjetër. Tha, faqal, elese bidhil hijja? A nuk është ky muaj i dhil hijjes? Qulna bela. Tham, po, është gjithsesi, apo ashtu është? Qal, tha, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum bainakum haramun ka hurmati yawmikum hadha في شهركم هذا في بلدكم هذا. Atëherë tha, me të vërtet, gjaku, pasuria dhe nderi juaj, gjaku, pasuria dhe nderi juaj morali, janë të shenjit ndërmjet jush, mes veti. Sigur se shejtëria e kësaj dite tuaj, e këti muaj tuajit, në këtë qytetin tuaj. Falibellighu shahid al-ghaiba. Ata që janë të pranishëm, le të përcjellin atyre këtë mesazh që nuk janë të pranishëm. فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. Sepse ndoshta ata që nuk janë të pranishëm prezent, e kuptojnë më mirë se sa të pranishmit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e bëri Haxhin e Mtumërs në vitin e 10 Hijri,
mbajti muslimanëve fjalim. Mbajti në Arafat, e që është fjalimi i njohur i tij, shumë i njohur, mbajti fjalim gjithashtu në Mina. Ku sahabët i këshillej për çështje të ndryshme të islamit, të cilat atyne u dohen gjatë jetës së tyre. Mes tjera është edhe ky hadith e Ebu Bekrit radiallahu anhu, i sahabiu të bekuar, i cili tregon se pejgamberi alayhi salatu wassalam përderisa ishte në Mina, u mbajti sahabëve një fjalim. Në ditën e 10 të Dhul-Hijjes, e që bie dita e Kurban Bayramit, dita 10 të Dhul-Hijjes, dita e Kurban Bayramit, dita 9, dita e Arafatit. Këtë fjalim e mbajti hypur në deve. Devën për litari e mbante apo për freni për litari Ebu Bekrit. E thuhet, disa komentator kanë thonë, Bilal e mbante devën. Ky hypën deve. Dhe thuhet edhe mendime tjera. E rëndësishme është se ai i tha shokëve të vet. Çfarë dita sot? Sahabët të që ditën, pse po pyet, kurse dihet që është dita 10 të Dhul-Hijjes. Andaj të çuditur heshten, nuk o përgjigjen për një kohë. Sa që menduan se kome janë rru emrin, kome qujtë me një emërtim tjetër. Dhe ata kishin të drejtë, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte ligjvënës. E ligjvënës se ka të drejtë me ndru diçka që she ka ardhur i madh i Zot. Andaj ndoshta për këtë ditë për ndrën. Po deri tani na tonë dim, për këtë vetë din alayhi salatu wassalam që dita e Dhul-Hijjes. Andaj heshtë edhe nuk o përgjigjen. Kishin edukat ata, dhe ki pjesë edukatës e tyre. Mos me thamë pëse pana vetë, por heshtën, kjo është ditë në andaj, vëç pa heshtë. E pejgamberi, alayhi salatu wassalam, i pyti pastaj, po kë muaj, cili muaj është? Edhe aty heshtën. Nuk e menduar se edhe muajin ashta do me ndru emrin muajit, me mërtu me ndonjë emër tjetër. Sepse ta në din që jene në muajin Dhul-Hijje. E pejgamberi alayhi salatu wassalam, pasi që ata heshtën i tha, a nuk është sot dita e Bayramit Kurbanit? Po ja Rasulullah. Po nuk e zgatin e thonë se na mendojnë që po e ndrën emrin e për vërtëm emër tjetër, thonë po. A nuk është muaji Dhul-Hijje? Tha po ja Rasulullah. Muaji Dhul-Hijje. Këtë pyetje që ata i dinin përgjigjet, u bërë ky i bekuar, alayhi salatu wassalam, në mënyrë që të jetë një para hyrje, e që vëmendjet e tyre të koncentrohen shumë, të përqendrohen në atë që ka do mua thonë me pas. E që është metodë fort psikologjike,
për me tërheqë mendjen e atij që do më dhanë mësim, do më dhanë këshill, do më tregu diçka. Kështu që duhet të përqendrohen maksimum nga ajo që vjen më pas. Për ata i bekuar, në vazhdim i tha, gjaku ju mes jush. Pasunia juve, nderi ju mes jush. Janë të shajta. Sikur se shejtëria ditës së Kurban Bayramit. Sikur se shejtëria e muajit e Dhul-Hijjes, i cili është muaji i shajt dhe është muaji i haxhit në njëjtën kohë. Sikur se shejtëria e qytetit juaj Mekës. E që shejtëria e Mekës, e Dhul-Hijjes, ishte njohur edhe në gjahiliet para Islamit. Për ata me kaset me gjithë shirkun e tyne, e kufrin që e kishin, muajt e shajt i respektonin, i shejtranin ashtu si që ishte që kishin vendin, apo pozitën, po ashtu Mekën e bekuar, Haremin. Urunin nga çdo ndalesë që aty nuk ishte mbetur në fenë e tyne. Sepse nuk urunin nga zinaja, e nga komata, e nga begjozi, e nga alkoholi, po këtu nuk i konsideronin mëkate, por uruheshin të zomin nga derdhja e gjakut. Për atë ka ndodhur me vite, me përcjell hasmin. Dhe rast është kader, me taku në Qabe. Ndoshta të bëj tavafin, ndoshta në Qabe, në Mekë. Nuk e zgjatë dorën me vra, dhe ai nuk qet asnjë hap me ik, sepse ai e din që është sigurt në Qabe, në Harem, në Mekë, edhe kë e din që është Mekë dhe nuk ka me derë gjak. Tani pejgamberi i bekuar alayhi salatu wassalam përsëll krahazim. Pra, sikurse që ju e shejtroni këtë ditë të madhe të Bayramit, ku nuk pranon askush me shkel këtë ditë, pe muslimanëve, pe juve që jeni këtë kohë, sikurse shejtëria e muajit Dhul-Hijje, që e shejtroni ju, sikurse shejtëria e Mekës, këtij qyteti, po ashtu është edhe shejtëria e pasurisë, e gjakut, e nderit mes jush, o ju musliman. Pra në asnjë rrethon nuk bën të shkelet kjo shejtëri. Siç është mëkat i madh, shumë i madh, me shkel shejtëria e Mekës, e muajit shajt, po ashtu është mëkat i madh, shumë i madh, me shkel shejtëria e gjakut mes muslimanëve. E me dirë gjak muslimanët mes vetë. Me shkel shejtëria e pasurisë mes muslimanëve. E me leju muslimanin me keqpërdor pasurinë e tjetrit. Çfarë do forme qoftë? Mashtrim, vidhje, çfarë do qoftë? Keqpërdorim pasurisë e tjetrit. Në asnjë rrethon nuk bën muslimani ta lejoj ta keqpërdorë nderin, ta shkelë nderin. E këtu quhet shkelja nderit, keqpërdorimi nderit quhet shkelja nderit të tjetrit. Sepse nderi është i shajt, pasuria është e shajt,
Gjaku është I shenjtë. Andaj jo me kas. Ashtu siç e dini shejtërinë e kësaj dite, këtij vendi dhe këtij muaji. Dini po ashtu shejtërinë e gjakut mes muslimanëve. E pasurisë mes muslimanëve, e ruajtjes së nderit mes muslimanëve. Asnjë argument tjetër po mos të kishte për shejtërinë e ruajtjes së këtyre 3 bazamenteve për të cilat ka ardhur jo vetëm dini jonë në Islam, por kanë ardhur krejt legjislacionet apo legislatorat Islamën nga koha e Nuhit alayhi salam deri sot do të kishte mjaftuar. Sepse të gjitha legislacionet fetare, qiellore, apo ligjet qiellore, thujmë shkurt më thjesht, të cilat kanë ardhur për fillimit të dunjas, respektive shpejt kohës së Nuhit, deri te ardha pejgamberit alayhi salatu wassalam, kanë ardhur me I ruajtur 5 bazamente. Këto të 3, gjakun e njeriut, pasurinë e njeriut, nderin e njeriut, që të cekën këto, edhe 2 të tjera që nuk janë cekur, por kuptohen edhe këto, po edhe për krejt shariatit, mendjen e njeriut, edhe dinin e njeriut, fen, këto janë 5 bazamente. Nëse duam, thuj ndryshe, ta thjeshtësojmë mesazhin qiellor. Çfarë kërkon Allahu për njeriu? Pse Zoti të dërgoi pejgamber e libra të shenjta? Cili është roli I fesë tek njeriu? Me thjeshtësu mundesh apo e thjeshtën në 5 pika fundamente, baza. Dini ka ardhur, dini Islam ka ardhur I Musës, I Davudit, Ibrahimit, rënë deri te Nuh alayhis salam. Për me ruajtur gjakun e njerëzve, për me ruajtur pasurinë e njerëzve, për me ruajtur nderin e njerëzve apo moralin, për me ruajtur mendjen e njerëzve, se pa mendje është hajvan. Madje është më I zi se sa hajvani. Dhe për me ruajtur dinin e njerëzve, fenë e tyre. Imam Bukhariu nuk e cek këtë hadith këtu për ta treguar vlerën e këtyre 3 bazamenteve. Allah e pas mëshiruar. Por me gjithate, se ke ka vend diku tjetër atje. Por me gjithate, ky hadith nuk bën të lëshohet apo të kalohet pa ndalë muslimani të këto 3 pika që ka cek pejgamberi e ruajtja të këtyre 3 bazamenteve. Të 3 sepse ata I shkelin shumë të 3. Dërdhnin gjak shumë me zveti. Vërtnin shumë lehtë. E vërtnin njeriu. Madje për më hak me marr hakun për një I vërtnin 70. Pasoni nuk e kishin dert. E marrin legitimisht, e hajnë halal e haram. Pa është për moral ishin të prishur. Andaj do të më vendos kufe këty në gjërave. Për ata I cili niset për xhenet. Dhe sahabët kështu vepruan. E vunë kufe këtyre gjërave. Ama edhe ne duhet të vëjmë kufi. Ashtu se që e urrejmë dhe ikum derdhës e gjakut, e që me gjithë se derdhët gjaku, nuk është që nuk derdhët, por prap ruhet
bukur mirë gjaku, vlerësohet shumë tek muslimanët, por pasionia jo. Pasionia nuk vlerësohet. Për ata i gjenë muslimanët të gjitha shtresave, të cilat në pasioni nuk ruhen. E në vetëdijeve të kanë, edhe nëse nuk e pranojnë, që qartë të kanë, se janë të hamar pasionin tjetër pa të drejtë. Pa të drejtë. Qoftë në shitblerje, qoftë trashëgimie, çfarë forme qoftë. Runa Zot, deri diku edhe morali nuk ruhet si dohet. Thash kjo hadithe ka vendin atje diku tjetër për të cekur këto, për më qenë se u cek, për të cekur këto dobi, apo për të shpjeguar këto fundamente, për më qenë se u cek ne patëm dëshirë, edhe pam të udhë të shpjegojmë. Në anën tjetër ai bekuar, sa hadithi vazhdon, e urdhëroi të pranishmit, që këtu këshilla që po japi juve, për cilënjave dhe të tjerëve, për cilënjave të tjerëve, sepse ka mundësi që ai i cili nuk është prezent këto në mezhlis, kur e ndëgjon prej ndonjërit për ju që jeni këtu në mezhlis, e merr vesh më mirë se sa ju të pranishmet. E që kjo është shkaku pse cek Imam Buhariu këtë hadith, për me përhap dijen, me marrë dijen, me prezentuna për mezhliset e dijes. Kudo që mbahen ato, më mundu me kapët e që a thëtë mësusi, ligjërusi, e pasaj mja përcjell të tjerëve, فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ, le ta përcjell ai që e prezent, le ta përcjell atij që nuk ka prezent. E përcjell familjes tane, shokëve tu, kolegëve tu, e të tjerëve. Përhapet këtë formë dini, përhapet hajri, përhapet dija, shpërndahet dija. Madje, ai i cili ndëgjon ka mundësi me kap më shumë mirë, se sa këtë që ka qenë prezent, e ka dëgjuar dhe përcjell. Dhe kjo është prezente shumë. Kjo është prezente shumë, shumë herë. Këtë që ka ndëgjuar, e që është dora e parë, e përcjell se shehmanet, por e harron, apo vetë që përcjell si dije, por se ka kap me ndjenja, me bindje, se ka fut në tru, me punu me te, me jetu me te. Nërsa ai tjetri edhe mëson si parim, si dije, por edhe fut në praktik, punon me te. Pastaj aja përcjell të tjerëve, dhe kështu me radhë, dhe në këtë formë është përhapur dija tek ne muslimanët. Ku këta sahabë këto e kanë dëgju pejgamberin alayhi salatu wassalam, edhe në këtë rast për gjatë jetës së tij krejt, e pastaj kanë përcjell të tjerëve. E ata të tjerë kanë përcjell të tjerëve, ata të tjerë dhe kështu me radhë, derisa ka ardhur dini tek ne, dhe edhe ne kemi obligim me përcjell dijen të tjerëve. فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ, le t'ja përcjell ai që prezent, atij që nuk ka prezent. Dini do të më mësu, e pasaj do të më përcjell të të tjerët. Është detyrë, është do besimtar, është obligim. Fillimi hadithit, ceku se pejgamberi u mbajti fjalim, apo tha shokëve të tij alayhi salatu sallam përderisa ishte mbi deve. Mund parashtrohet pyetja, e pse në tokë por mbi deve? Dhe lodh deve. Deve përdoret kur ecë e jo kur tresh një vend. Pastaj ka hadith ku ai bekuar e ka pa njëre shokët e tij, disa sahabë, hypën deve dhe bëjnë laf me zvejt, ullën devet, nalën, këta bëjnë laf. Dhe tha, mos e përdërni deve të juaj si karrika.
më ullën to e me kërësit muhabetit. Sepse mund të ndodhë që qaj hajvan që i ke hyp është më mirë se sa që ka hyp për mi. La ilaha illallah. Rahmet për hajvan. Përdërni që ka caktu Zoti. Nuk është hajvani kërrik me nejtë të tonë ditë me bë qef. Donë mi gra, kene me shku dikun për dare. E këtu nejtë i hipë si për deves. Po këtu nejtë sepse ke nevoj. Mënyrë që me pa njerëzit. Ata kanë qenë këlla blak. E kër e shofin, e ndëgjojnë me lehtë, edhe kuptojnë me mirë. Andaj kështë e nevoj, për ashtot për ati hadith atje, kur për pik qefit, njerëzit arrim i kuaj, po mi deve, po mi gomara, po mi mosh, edhe bojnë mahabet me zveti. Allahu edin më së miri, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. صحيح البخاري